Takohemi respekt för sakrificën, respekt për heroin e fundit, respekt për heroin, respekt për heroin. Faleminderit juve, mirë ditë atë gjithë. Aşkı, sama roba. Ne carica, ma non mi puoi togliere spesi qui. Oh,
Të nderuar përfaqësues të institucioneve, të nderuara presidente Osmani, të nderuar deputet të vendit të Republikës së Kosovës, familjar të dëshmorëve, të nderuara familje Sejdiu, veteran të luftës, ish komandant të ushtrisë qeveritare të Kosovës e bashkëftëtar nga zona operative e Drenicës e Neredimës e Karadakut, të nderuar mërgjimtar, antar të Këshillit të Fshatit Smir, të pranishëm të nderuar. Sot në ka bashkuar një moment i veçantë dhe plot emocion. Inaugurimi i shtatores në nderim të figurës dhe sakrificës së herojit të kombit nga Smira, Mirali Sejdiu. Ai u flijua për këtë tokë pikërisht sot e 26 vite më parë në Smir, së bashku me bashkëftëtarët Habib Sejdiun, Skender Salihun e Ylvin Emirin, duke u bërë përjetësisht pjesë e historisë sonë të lavdishme. Prandaj sot, ne nuk po vendosim vetëm një simbol, por po ngrisim një kujtim të gjallë të guximit dhe sakrificës, si dhe dashurisë për atë dheun. Gjylus tani të nderojmë në heshtje herojnë Mirali Sejdiu dhe të gjithë herojnët dhe dëshmorët e kombit. Lavdi. Kjo nisë në fisnike për ngritjen e kësaj shtatoreje erdhi nga organizata e veteranëve të luftës së UÇK-s në Vidi dhe u mbështet nga shumë adhurues privat dhe biznese nga Smira e Megjer, nga shoqata Smira në Gjenev e nga komuna e Vidis, duke dëshmuar edhe njëherë nderimin e atyre që dhanë gjithçka për liri. Faleminderit të gjithëve nga zemra për përkushtimin dhe mbështetjen. Kemi nderin që sonte kemi Presidentin e Republikës së Kosovës, shkëlqësinë e saj, Vjosa Osmani. Ju lutem për një fjalë rast. Nderuar kryetar Haliti, nderuar familje e herojit të kombit Mirali Sejdiu, të nderuar veteran të luftës së ushtrisë qeveritare të Kosovës dhe të gjithë ju përfaqësues të shoqatave të dala nga lufta, të nderuar qytetar të Smirës dhe të gjithë Vitis. Në këtë përvjetor të rënjes për liri, jemi mbledhur për ta përkujtuar një emër, për ta përjetësuar një jetë, një rrugë dhe një ideal. Smirës sot po I kthehet në bronz. Heroi ynë, Mirali Ymer Sejdiu, I cili ka qenë gjithmonë I gdhendur në ndërgjegjen tonë kombëtare. Ai ishte një luftëtar, një vazhdimsi e përpjekjeve tona shekullore për liri dhe për shtet. Heroi ynë në bronz rrjedh nga një familje që historinë e mësoi nga librat, por atë e shkroi edhe me gjak, me sakrificë dhe me besim të palëkundur në liri e në adhej. Miraliu u rrit me këtë frymë dhe nuk u bë patriot për një ditë, por u rrit si I tillë dhe u formsua si I tillë në një traditë familjare. Që nga rinia e deri te mërgimi në Gjermani, ai nuk u largua kur nga dashuria për atë dheun dhe gjithnjë e forcoi lidhjen me të. Por kur këmbonat e lirisë jehuan, ai nuk hezitoi. U kthye dhe së bashku me djemtë e vajzat e UÇK-s,
mbrojti dinjitetin ton dhe solli lirin e shumëpritur. Si ushtari ushtrisë çlirimtare të Kosovës, ai kaloi kufirin me armën në dorë dhe me një barë të rënd përgjegjësie për shokët dhe për vendin. Nga Drenica në Dugagjin, nga Grykalla Pushnikut në Karadak, Miraliu ishte gjithmonë aty ku lufta e kërkonte dhe me shumë guxim. Ishte ndër të parët në aksione, ndër më të zotët në përdorimin e mortajës, ndër ata që nuk tërhiqeshin kur përballja bëhet jashtëzakonisht e ashpër. Me 5 prill 1999, ai ra duke mbrojtur popullatën civile, duke bërë atë që kishte zgjedhur si mision jetësor, duke u bërë përgjithmonë pjesë e përjetësisë sonë. Shtatorja që po e përurojmë sot është një vepër arti dhe njëkohësisht një betim. Një betim se nuk do të harrojmë kur heroin dhe sakrificën e tij, se do ta mbrojmë lirinë me të njëjtin përkushtim dhe se do ta ndërtojmë një Kosovë të denjë për sakrificën e tij. Liria që e gëzojmë sot nuk është rastësi. Ajo është rezultati njerëzve si Miraliu, të cilët lanë familjen, lanë fëmijët, lanë jetën, për të na dhënë neve të ardhmen. Prandaj ishte nder i jashtëzakonshëm që me 30 mars dekorova Mirali Sejdiun me urdhrin e shumë merituar Hero i Kosovës. Një urdhër i merituar për një njeri dhe një kauzë që dhanë gjithçka për ne, sepse liria nuk është vetëm një e kaluar për të nderuar, por edhe një përgjegjësi që duhet ta mbajmë edhe sot. Lavdi jetës dhe veprës së dëshmorit Mirali Sejdiu, lavdi të gjithë dëshmorëve, heronjve dhe martirëve të lirisë. Ju falenderoj. Zabrališ pak. Mostaf, ki blok okej. Sorry. Faleminderit presidente për respektin dhe nderin që po u bën vlerave të luftës. Tani me kënaqësi ftoj kryetarin e komunës së Vitis, zotin Sokol Haliti, për fjalë raste. Nderuara President Osmani, të nderuara familje të dëshmorëve, të nderuara familje dëshmorit Mirali Sejdiu, të nderuar bashkëluftëtar, organizata dolera nga lufta, të nderuar praneshëm këto që jeni institucione komunale qendrore, kryesus, shëlltor komunal, drejturat qeverisë, ju deputet, që jeni këtu të praneshëm, shoqatat burgosnëve, politik, shoqata invalidëve, zoti Sufi, të tjerë praneshëm pa dallime, familjarë dëshmorëve, aktivistë, veprimtar, qytetarë të Vitinjës, Smirës, të Kosovës, një duar trokitje për të gjithë që janë praneshëm këtu, edhe për përfaqësues e subjekteve politike, edhe për bashkitë fetare, edhe institucionet e tjera. Jemi këtu së bashku për të bërë një akt që nuk është vetëm për kujtim, por është një betim i heshtur para historisë sonë. Zbulimi shtatorës së heroit Kosovës, Mirali Sejdiu, nuk është thjesht ngritje e një monumenti prej guri apo prej bruzë. Është ngritje kujtesës sonë kolektive, është e kthimi dinjitetit sakrificës në mesin tonë, është një thirrje që të mos harrojmë kur çmimin e lirisë. Mirali Sejdiu ishte biri i kësaj toke, i Smirës, i Vitinjës, i kësaj komune që gjithmonë ka ditur të lindë burrat mëdhenj. Ai nuk zgjodhi rrugën e lehtë, nuk u tërheq për botë rreziqeve, ai zgjodhi rrugën e sakrificës, rrugën e nderit, për kushtimit për atë dhëun, në kohët më të vështira për popullin tonë. Ai u bë zë i rezistancës dhe simbol i guximit. Ky moment merr një peshë edhe më të veçantë pasi vetëm pak ditë më parë Mirali Sejdiu është shpallë heroi i Kosovës nga presidenti i Republikës Kosovës Vjosa Osmani në një ceremoni solemne të familjes së tij u dorëzua urdhri heroi i Kosovës me motivacion
për trimëri dhe sakrificë luftën e Kosovës. Ky vlerësim institucional është dëshmi se sakrifica e tij nuk është vetëm kujtimi i familjes dhe i bashkëluftëtorëve, por është pjesë e ndërgjegjës shtetërore dhe kombëtare. Sot kur zbulojmë shtatorin e tij, ne nuk po e rikthejmë Miraliun vetëm në këtë hapësirë fizike. Ne po e vendosim atë në ndërgjegjen tonë përditshme. Sot ne përkujtojmë edhe dëshmorët tjerë të rënë me 5 prill, Habib Sejdiun, Skënder Saliun, Ylvit Demirin, Xhemal Ademin, Mustafa Sharman dhe Muhamet Muharremin. Nga sot, çdo kalimtor që do të kalon kësaj rruge do të përballet me mesazhin e sakrificën e tij dhe dëshmorëve të tjerë. Dhe kjo është fuqia më e madhe e këtij akti që të edukoj brezat, të frymëzoj të rinjt dhe të na kujtoj se liria nuk është dhuratë por amanet. Të nderuar të prindeshëm, ne si institucione kemi detyrim të përhershëm që ta ruajmë dhe kultivojmë këtë kujtesë. Sepse një popull që harron dëshmorët e tij rrezikon të humbas rrugën e tij, ndërsa një popull që i nderon ata e ndërton të ardhmen mbi themele të forta. Komuna e Vitins do të jetë gjithmonë pranë familjeve dëshmorëve dhe do të vazhdojë të investojë në ruajtjen e vlerave tona kombëtare, një që sakrifica e tyre të mos mbetet vetëm histori, por të jetë udhërefyes për çdo vendim dhe çdo hap që bëjmë ne si shoqëri dhe si shtet. Sot përkulimi me respekt thellë para veprës Mirali Sejdiu dhe dëshmorëve 5 prillit, por ulimi para familjes së tij që dha më të dashurinë për lirinë tonë. Por ulimi para të gjithë dëshmorëve të Kosovës që me gjakun e tyre shkruan historinë e shtetit tonë. Lavdia e përjetshme e heroit të Kosovës Mirali Sejdiu, dëshmorëve të 5 prillit, Çoron, Smir dhe Ljubisht, lavdi të gjithë dëshmorëve të lirisë. Faleminderit shumë. Faleminderit, zoti kryetar. Tani me kënaqësi e lus kryesuesin e Kuvendit Komunal të Komunës së Vitis, zotin Bekim Azizi, për një fjalë. Të nderuar të pranishëm, bashkëvendas të me, nderuar presidente, mirë se ke orë sot në shpirt, pranë zbulimit të nderuar kryetar, nderuar familje Sejdiu, fëmijë të dëshmorit, të nderuar veteran, shok të Miralijës, deputet, prind të dëshmorëve që po i shoh këtu, burgosur politik, të gjithë të pranishëm. Jemi shumë falenderues sot për këtë masivitet në zbulimin e shtatorës së dëshmorit, heroit të kombit Mirali Sejdiu, i cili kaloi shumë zona të luftës, nga fillimi deri me 5 prill 1999, ku edhe ra dëshmor pranë vendit ku jemi sot duke vendosur edhe përmendurin. Prandaj, kjo lavdi, kjo vendosje e përmendorës e shtatorës që vendosë sot, pranë një rrugë kryesore, na jep mesazhin që çdo kush që kalon këto, të mendojmë dhe të kujtojmë që liria është e shtrenjtë, që njerëz kanë jetën për këtë tokë, për këtë vend, të mendojmë çdo punë që bëhet e mirë dhe e ndershme, sepse për këtë liri është derë shumë gjak, për këtë liri është derë shumë mundi, për këtë liri gjenerata të tëra kanë munu, kanë punu dhe kanë kontribu, dhe dëshmorët janë shenjtë sepse kanë dhënë jetën dhe gjoki i tyre është garanca e lirisë së vendit tonë. Prandaj jemi shumë falenderues edhe si bashkëtor, edhe si bashkëveprimtar me Miralinë deri ditën e Romjes, edhe si kryesues kuvendi që vi nga Komuna e Vitis, për gjithë sot që jeni prezent, për gjithë ata që investuan, për gjithë ata që kontribuan, për gjithë ata që dhanë sa do ndihmë të vogël të madhe që kjo shtatori të jetë këto. Faleminderit shumë, lavdi dëshmorëve, faleminderit shumë për gjithë sot që keni qenë. Faleminderit shumë kryesues. Është kënaqësi kur ju shohim në numër kaq të madh që keni ardhur për të nderuar djemtë dhe vahshat tona që luftuan për liri në radhët e ushtrisë qëllimtare të Kosovës. Dhe kemi nderin që këtu është edhe ish komandanti i ushtrisë qëllimtare të Kosovës për zonën operative të Karadakut, Ahmet Isufi. Komandant Yulus për një fjalë.
Të nderuara familjet dëshmorëve, invalid e veteran të luftës së ushtrisë lirimtare të Kosovës, nderuar presidente Osmani, ish ministre Haradinaj, kryetari komunës së Kol Haliti, kryesuesi i kuvendit, burgosur politik, gjithë ju bashkëveprimtarë, bashkëluftarë të herojit të Kosovës, Mirali Sejdiut, me bashkëluftarët e tij, Skenderin, Edibin, Ylbiun, dhe të gjithë ata që ranë më 5 prill anën të Kosovës. Kur Kosova ishte në rrezikun më të madh, shqiptarët u bashkuan gjithka. Nga Shqipëria, nga Maqedonia, nga Presheva, Medvegja, Bujanovci, nga Malizi, nga emigracioni, lanë ato që ishte jetë e tyre e mirë e që ju përgjigjen kushtrimit të lirisë. Ma shumë se fjalët tona, është vepra që po bëhet këtu, që është e përjetshme në kujtim të herojit të kombit Mirali Sejdiu. Këtu kemi edhe nga Drenica, ku ishte Miraliu, edhe nga Dugaxhini, edhe nga vise tjera shqiptare, dhe për Miraliun e për dëshmorët, liria ishte pakufishme, prandaj nuk ishte rëndësi se në cilën zonë lufton, po ishte qëllimi që t'jesh nën shenjat e arta të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. E kur kemi parasysh luftën tonë titanike dhe fitoren e madhe të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, nuk do të harrojmë asnjëherë se kishim edhe aletat tonë, të cilët në ditë më të vështira na u gjetën, që janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës me NATO-n e me vendet liridashëse që e sollën lirinë e Kosovës. Prandaj, populli ynë, do të vazhdojmë atutje, duke pas parasysh investimin nga institucionet e nga të gjithë ata që e duan lirinë, pavarësinë e demokracinë e këtij vendi, të jenë në shërbim të dheut, duke forcuar aleancën me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, me shtetet mike, sepse pa miq nuk bëhet as morti, as dasma. Gjithmonë, kur jemi bashkë, jemi më të fuqishëm, edhe kjo rrugë nuk ndalet asnjëherë për shqiptarët e Kosovës. Lavdi e përjetshme gjithë dëshmorëve të kombit, e nder e respekt familjes Miraliu, e gjitha familjes dëshmorëve, e suksesen të ardhmen me vepra të tilla që janë historie jona. Faleminderit. Faleminderit, komandant. Respekt për ju dhe të gjithë luftëtarët e UÇK-s përjetësisht. Sigurisht, barën kryesore për këtë vepër të veçantë dhe të rëndësishme përkujtimore e ka pasur organizata e veteranëve të luftës e UÇK-s Dega në Viti. Në emër të organizatave të dalën nga lufta, me kënaqësi e ftoj ish komandantin e brigadës 173, Gursele Bajram Sulejmani, Selami Neziri, komandant Agroni. Nderume familja Sejdiu, të nderuara familjet e dëshmorëve, të nderuar veteran e invalid të ushtrisë lirimtare të Kosovës, i nderuar i zoti komandant i zonës operative të Karadokut, i nderuara zonja presidente Osmani, i nderuar zoti kryetari i komunës së Kol Haliti, i nderuar zoti kryetari i kuvendit Bekim Azizi, të nderuar të gjithë ju që jeni sot prezent këtu. Pa kontributin e shoqatës së veteranëve, pa kontributin e shoqatës së Smirës, pa kontributin e bashkëvendasëve të Smirës dhe pa punën e mjeshtrit të madh Agon Qosi, nuk do të ishim mbledhur këtu sot. Po mbi të gjitha, pa luftën e lavdishme të ushtrisë lirimtare Kosovën, nuk do ta kishim kryer që sot ne këtu të
të prisnim dhe të përshëndesnim institucionet më të larta të vendit tonë. Sot jemi mbledhur veçanërisht për të kujtu dhe për të respektu jetën dhe veprën e herojit të kombit Mirali Sejdiu, të cilit sot po i zbuluhet përmendorje, e cila përmendore do t'jetë këtu për të gjitha brezat që do të vinë, dhe në heshtje do t'ju flet gjitha brezave se liria pati një çmim të madh, dhe ajo duhet të ruhet me çdo kusht. Gjithçka që fitohet me djerë mbrohet me gjatë. Miraliu ju kishte bashkuar radhëve të UÇK-s diku atje në malet e Drenicës, në kohën kur pak kush beson të në UÇK-n dhe pak kush beson të se liria është afër. Ja që sot pas 20 e sa viteve, ne sot këtu së bashku Miraliu t'ja zbulojmë përmendorën dhe i knojmë kamën e tij. Ju lutem që ta mbrojmë atë që është fituar me gjak. Lavdi herojit Mirali Sejdiut, lavdi të gjithë dëshmorëve të kombit. Faleminderit. Faleminderit, komandant. Jemi shumë të nderuar që në mesin ton kemi edhe ish bashkëluftëtarin e Miraliut nga zona e Drenicës dhe kryetar i organizatës së veteranëve të luftës së UÇK-s në Drenas, Enver Hajdari. Ju lus për një fjalë rast. Të nderuara familja Mirali Sejdiut, familjet e dëshmorëve, invalid dhe veteran të ushtrisë shërimtare të Kosovës, i nderuar kryetari i organizatës së veteranëve të Dega Viti, i nderuar i kem prezent komandantin e batalionit Sabit Ladros, të nderuar institucionet e Republikës Kosovës, të nderuar policia e Kosovës, të nderuar ushtarët e sigurisë së forcës së Kosovës. Me lejonin që në emër të organizatës e veteranëve të ushtrisë shërimtare të Kosovës Dega Drenas dhe asaj selisë qendrore Prishtinë, t'ju përshëndes dhe t'ju falenderoj për pjesëmarrjen në këtë ditë veçantë. Sot jemi mbledhur me zemër të rënduar, por edhe me kënaqëri të madhe, për të kujtuar dhe nderuar jetën dhe veprën e herojit tonë Mirali Sejdiu. Kjo është një ditë e veçantë për familjen Sejdiu, për të gjithë ne që patëm fatin të njohim dhe të ndajmë rrugën e luftës me të. Miraliu nuk ishte vetëm një luftetar i zakonshëm. Ai ishte një njeri i fjalës dhe i besës, i sakrificës. Në kohët më të vështirë në vendin, ai zgjodhi rrugën e lirisë, duke lënë gjithçka pas vetes, familjen e gjithë tjerët për t'u bashkuar thirrës së atë dheu. Si fillimisht ai erdhi në Dobroshevsk, domethënë në zonën Drenicës, pikërisht në fshatin tonë, ku e kemi edhe prezent Çekollëç, komandanti i batalionit, në lagjën Shehu, ku u prit si burr me gjithë bashkëluftëtarët. Ku në atë vend ishte edhe i zoti i shtëpisë Ibrahim Shehu. Pikërisht në ato të burrash u lexua dhe betimi i ushtrisë shërimtare të Kosovës. Në momentet e shenjta që lidhen pjesërisht luftëtarët e idealit të lirisë, në komandantën e brigadës 114 Femil Ladros, në kodër të njësitit Shkaba, në Dobroshevsk. Miraliu bë pjesë atyre burrave që nuk u ndal përballë asnjë vështirësie, bashkë me shokët e tij të idealit, me Xhemolin, Bashkimin, Ragipin, Selimin, Rabitin, Lerimin, Çamilsheun dhe shumë të tjerë bashkëluftëtarë, ku në çdo moment të ndante rrezikun dhe shpresën për liri. Ai mori pjesë në betejën e Bardhit, në grykën e Llaposhnikut, ku dëshmu si i pathyeshëm se një luftëtar, por ai gjatë një të madhe ishte i gatshëm për sakrificë kudo që kishte nevojë. Miraliu nuk zgjodhi rrugën e lehtë. Ai shkoi edhe në zona të tjera të ndihmuar për të ndihmuar dhe organizuar për të zgjeruar radhët e ushtrisë shërimtare të Kosovës. Sot po e bëjmë zhvillimin e lapidarit të Miraliu. Me dhembje dhe i bashkohem, po me kranëri të madhe sepse na mungon.
na mungon shumë. Ai me ne nuk është fizikisht, por vepra dhe kujtimet e tij do të jetin gjithmonë dhe do të kujtoj edhe vendi, edhe kombi, edhe shteti jon. Familje e nderuar, që i dha kaq shumë këtij vendit, mbetet simbol i sakrificës dhe qëndrueshmërisë, me përulje dhe respekt të thellë para jush dhe para gjithë atyre që dhanë me të shtrajtin lirin tonë. Ky lapidar që po kujtojmë sot, qoftë i përjetshëm për Miraliun, për familje, për shok dhe për të gjithë Kosovën dhe kombin shqiptar. Ai do të mbetet gjithmonë një kujtim i gjallë, jo vetëm për ne, por edhe për gjeneratat e reja që duhet ta mësojnë se si duhet lirija dhe si duhet luftohet për vend. E gëzofshi shok, bashkëluftëtar dhe ju miq. Prandaj, emri i tij do të jetë përbreza si shembull i dashurisë dhe dheut, i guximshëm për të mbrojtur atë. Lavdi herojt Miralim Sejdiu, lavdi gjithë dëshmore rroft ushtria shterimtare e Kosovës. Prandaj, nderuar pranishëm, në emër të organizatave dalim nga lufta e ushtrisë shterimtare të Kosovës Dega Drenas dhe në emër të komandantit që e kemi prezent, e ftoj familjen e herojt Mirali Sejdiu ta merr një minjoje, por gjithashtu edhe për veteranin bashkim Luzhë. Atëherë të nderuar pranishëm pa zgjat shumë, ku i kemi prezent nipin edhe djalin, në emër të gjithë bashkëluftëtarëve në nivel të Kosovës dhe të kombit të gjithë shqiptarisë. Unë e di që është modeste, por besoj që do ta ruash me kujtimin më të mirë për babain, për shokun, për mikun, e uroj që ta gëzoni. Si që përmen edhe kemë bashkim Luzhën, një veteran që sot i kam vjetur luftës, ka pas fatin, por në shajt respekti për kontributin dhe luftën, edhe për të kemi vendosur që ta dajmë një minjoj se ka dash fati që bashkëluftëtarët një pjesë të jesin gjallë dhe t'i kujtojmë histori. Urimi i nderuar ata. Faleminderit shumë, zoti Hajdari, respekt. Përndryshe, Bashkim Luzha ishte njëri nga bashkëluftëtarët e Mirali Sejdiut, bashkë me Xhemail Ademin, tash dëshmor, të cilët me kërkesë të komandantit të zonës operative të Miradimes, Imri Lazi, është kërkuar që të vinë si përforcim në zonën operative pikërisht të Miradimes në Jezerc. Respekt për jetë, për kontributin tuaj. Shoqata e Smirazve, Smira në Gjenevë, gjithmonë është krah i fortë i të gjitha nismave tona. Edhe në këtë ceremoni, nderi dhe krenarie, nga Mërgata kanë ardhur enkas shumë mërgimtar. Tani, kryetari i shoqatës Smira në Gjenevë, Ramadan Ramani, për një fjalë rasti. Të nderuar të pranishëm, shkëlqësia juaj zonja presidente Vjosa Osmani Sadriu, i nderuar zotri kryetar Aliti, i nderuar zotri Ahmet Tisufi, i nderuar zotri Idris Quni, i nderuar Bekim Azizi, të nderuar deputet të institucioneve, të nderuar familje të dëshmorëve, të nderuar veteran e shoqata të UÇK-s, zonja dhe zotri. Në emrin tim dhe shoqatës Smira në Gjenevë, shpreh falënderim të veçantë për zonjën, shkëlqësinë e saj zonjën presidente Vjosa Osmani, për prezencën e saj në këtë program, si dhe për ndarjen e titullit Heroi i Kosovës, dëshmorit ton Mirali Sejdiu. Gjithashtu shpreh minjore të veçantë edhe për kryetarin e OVL-UÇK Dega në veti zotri Idris Quni, për iniciativën dhe realizimin e këtij projekti shumë madhështor.
Kjo shtatore simbolizon sakrificën e ushtrisë lirimtare të Kosovës dhe mbetet një kujtim i përhershëm i lirisë sonë. Lavdije përjashme dëshmorëve të kombit, Zoti e bekoft popullin e Kosovës. Ju falenderoj shumë. Faleminderit Dani, faleminderit Mërgatës. Në vazhdim kemi një moment artistik nderimi. Së pari me këngë premier kushtuar herojt Mirali Sejdiu, vjen këngëtari i mirënjohur Hysni Klinaku e pas ti Drion Hoxha me këngën Nderi i Dardanis. Kurse më pastaj mbesat e herojt Mirali Sejdiu, Elina dhe Aela do të recitojnë Vargje për gjyshe. Që fjall me u bashkue koha war me I rok armët për liri edhe unë shpejt jam aty. S'vjen liria nga burbetin Gjermani, vjen Kosovën e për Shqipni, nuk që kë ushtari kombit, kafe mila drovci. Ja blanici, ja kanis, se në luftën drejn drenic, betejt rët me lapushnik, me rimadisht për armik, me jesër se në partë madhë, ka qanik në moral, në smire në Karadak, për dhe të lindje me borhat. Me një zos miraj vitia, tanë Kosovë, tanë Shqipnia. Ja grojnë këngën në Miralis, dritë shtatorja e për jetësis. Se për këtë tokë jetën shkriju, lavdi o hero, Mirali Sejdiu. Me shumë trima vaj betim, nuk që kë ushtartë Kosovës, ka për ka o vilas kutës. Ja blanici, ja kanis, se në luftën drejn drenic, betejt rëpt me lapushnik, të meri madhisht për armik, në jesërce në partë madhë, ka qanik në moral, në smire në Karadak, për dhe në lindje me borhat. Me një zos miraj vitia, tanë Kosovë, tanë Shqipnia. Ja gnojnë këngën në Miralis, dritë shtatorja e për jetësis. Se për këtë tokë jetën shkriju, lavdi o hero, Mirali Sejdiu. Se për këtë tokë jetën shkriju, lavdi o hero, Mirali Sejdiu. Mirali Sejdiu.
Për shkak të problemeve teknike, Drioni, përndryshe edhe ky bir I veteranit të luftës, në zonën operative të Tugagjinit do të këndoj pak më vonë. Tani frasin mbesat e erojit Mirali Sejdiu të recitojnë vargje për gjyshtin. Gjyshin heroj liris. Sot kemi ardhur pranë këtij busti me zemra të vogla për plot kënaqëri, se të gjyshin I dashur Mirale u bëre dritë për gjithë këtë liri. Ne nuk patëm fat të njohim shumë, të na përqafosh si çdo gjësh në shtëpi, por emri yt na rri çdo ditë, si mësim për nder e për trimëri. Në thanë se ti sutren me kur adheu thiri bite vetë, dhe sot kjo tokë që ne shkelim është amanet që na kelim për jetë. Pran këti busti, sot të premtojmë me zëra tanë të vegjël, por të fort, se emrin tënë do të mbajmë me nder, si flamor që valon në çdo mod. Gjyshin Mirale, pushoj qej, se Kosova që e deshe është e lirë, dhe mbesat e tua sot krenohen, që janë gjokë një dëshmor të mirë, lavdi për jetë. Drenica trime nderi Dardanis, vit për vit këpute arkun e robëris, djem të Tugagjini dorën mbi kanun, kur I thretat dhe u gjithë vërshojnë si ljum, zgjohet Likoshani o gjakur shet mbi vetu, mbahet fort prekazio, ndër themelet jegu, trimat e Deçanit o sjutri dhe qerpiku, strelci e Gloggjani o dhekje për armiku. Pritet ta shevroze mrimin e shqiptarit, flakta djeg Ballkanit, pushkat e mjasharit, se unë jam Kosova, hej, që nga plumi zvdes. Kosovë ka falë zoti jo, e Kosovë do të mbes. Se unë jam Kosova, hej, që e kam zakon, kralit e sultanat o, kokat këtu me ilan.
ca trime deri Dardanis, vit për vit këpute harkun e robëris. Jem të duga gjini dorën bi kanon, kur i thretat dhe u gjithë vërshojnë si ljumë. Gryke la pushniku toj e Kosovës, zbret në lot me i dani toj, Mansia Gjakovës. Jem të rambove citoj, syrin me nishana, vajzat e Kosovës o, pura i ka rrit nana. Prite ta shevroze, mrimin e shqiptarit, flakta djeg Balkanit, pushkat e mjasharit. Se unë jam Kosova, hej, që nga plumi zvdes, Kosovë ka falë zoti jo, e Kosovë do të mbes. Se unë jam Kosova, hej, që kam zakon, kralit e sultanat o, kokat këtu me i lan. Faleminderit Dirion, faleminderit artistëve, të cilët përmes artit lartësojnë dhe trashëgojnë veprën e heronjve, luftëtarëve dhe dëshmorëve brez pas brezi. Para se të vim të momenti kryesor i kësaj ceremonie, le të rikujtojmë shkurtimisht rrugtimin e herojit tonë. Mirali Sejdiu lindi në Smir në një familje të njohur për veprimtari advetare, e cila prej vitit 1878 deri tani dha 7 dëshmor dhe 5 martir. Ishte student i shkollës teknike në Ferizaj, një i ri me ëndra dhe ideale për të ardhmen. Ka marrë pjesë në për protestat e kohës kundër regjimit serb. Rrugtimi i tij vazhdoi në Gjermani, ku i u bashkua lëvizjes popullore të Kosovës. Atje ishte në kontakt me Femi Egje Vladrovcin dhe Ilaz Kodrën. Si ushtar i UÇK-s u rekrutua në Gjermani, ndërsa stërvitjet i kreu në stërvitoren e Durrësit. Në prill të vitit 1998, bashkë me disa shok nisen për Kosovë. Duke kaluar kufirin, bien në prit të ushtrisë serbe, por pas një shkëmbimi të zjarrit kaloi në Jablanic, pastaj në Junik, Likoc dhe në fund në Glanasel në Drenicë. Ai ishte ndër të parët që përkrah edhe komandantit legjendar Femi Vladrovci, merrte pjesë në aksione dhe betejë të ashpra si në Hade, Bardh të Madh, Krajkov, Korotice e Përme, Krivov e Lapushnik, si dhe në betejën e Jezercit. Ushqua sidomos në përdorimin e mërtajes së dorës, duke i shkaktuar dëme të mëdha armikut gjakatar. Pastaj me kërkesë të zonës operative të Nerodimes, Miraliu me 2 shok kalon në këtë zonë duke vepruar më shumë në Jezerc. Pas disa muajsh luftimesh, ai vjen në Smir për ta parë familjen. Pas pak ditësh kthehet në Jezerc. Por me lejen e komandës së zonës kthehet sërish në Smir për të organizuar strukturat luftarake edhe këtu bashkë me pjesëtar tjerë të UÇK-s. Dhe pikërisht më 5 prill të vitit 1999, në vendindjen e tij, bie trimërisht duke mbrojtur popullatën nga forcat serbe. Pas vdekjes për trimërinë dhe sakrificën në luftë, ditë më parë u shpall heroi i Kosovës nga presidentja Vjosa Osmani. Të nderuar të pranishëm, pas fjalëve prekse dhe kujtimeve të çmuara nga folësit, tani do të zbulohet shtatorja e heroit Mirali Sejdiu, një vepër monumentale e realizuar me përkushtim nga skulptori Agon Qosa. Ajo do të qëndroj si simboli përjetshëm i trimërisë, sakrificës dhe dashurisë për atë dheun. Tani ju ftoj të gjithëve që me respekt dhe nderim të bëhemi pjesë e aktit solemn të inaugurimit të shtatorës së heroit Mirali Sejdiu.
ftoj për këtë akt presidentin Osmani, kryetarin e komunës së Vitis, Sokolalitit, kryesuesin e Kuvendit Komunal Bekim Azizi, ish komandantin e UÇK-s për zonën operative të Karadakut Ahmet Isufi, kryetarin e organizatës së veteranëve të luftës në Viti Idris Quni, zotin Ladrovci, bashkëpunëtarët nga zona operative e Drenicës dhe kryetarin e shoqatës së familjeve të dëshmorëve në Viti Gjevgjet Ademi. Si dhe familjarët e herojt natyrisht. Ashtu si që porezon djeli sot, letërezoj edhe kjo shtatore rrugën tonë të ardhme. Emiraliu do të na frymëzoj me fytyrën nga familja e tij dhe fshati i tij i lindjes. Lavdi e përjetshme herojt Mirali Sejdiu dhe të gjithë atyre që luftuan dhe ranë për lirinë tonë. Ju lutem, a mund të lirojmë rrugën vetëm pak, sepse presidenti Osmani do të vendos lulet dhe të kemi në kuptim për agendën dhe kohën e saj. Ja. Valeu.